Çdo sen që ka del prej dy kanaleve, moshlit dhe të femrës e prish abdestin. Dhe këtë mesele shtinin kry një herë e mëse harani deri sa të vdesni. Sekrecionet e bardha, teshat e bardha që i quajnë granimi gjenit femrore, e prishin abdestin apo nuk e prishin. Çdo sen që ka del është rregull dhe 4 mëdhëhebet. Çdo sen që ka del prej dy kanaleve, moshlit dhe të femrës e prish abdestin. Pavarësisht a është i pastërt apo është i ndyt. E sa i përket këtij langit bardh që quhen sekrecione, të cilat u dalin femrave apo prej femrave. Ulemat fillimisht kanë diskutuar a janë të ndyta apo janë të pastërta. Përderisa Hanefit dhe Hanbelit, edhe Imam Shafiu në mendim të tij, thonë se janë të pastërta. Në anën tjetër, Malikit dhe Shafit në mendim thonë se janë të ndyta. Pavarësisht kësaj dhe asaj se të dyta është për qëllim të pastru teshen. Ka të bëjë me tesh. Por për abdest, edhe ata që thënë është e pastërt, ata që thënë është e ndyt, që të dy grupet e që bjetë 4 mëdhëhebet, thonë se dohet marrë abdest, abdesti është prish. Dhe marrë abdest. Dhe sankt problem s'ka. Pastaj çështja tjetër, që është nënte, nëse ato vazhdojnë pa ndërprej, nuk mund e kontrollon vetveten, pra e rrjedhin ka pas kohë, s'mund e kontrollon vetveten, atëherë ka lënë në një fazë tjetër, që quhet sahibul uzr, ku merr abdest në fillim të kohës të namazit dhe deri namazin tjetër. Është mesele tjetër e dytësore, por mesele parësore është prishet abdesti prej teshave të bardha apo pilangut të bardh apo të shëquara sekrecione që dalin prej femrave. Dhe këtë mesele shtinin kry një herë e mëse harani deri sa të vdesni. Allahu në xhenet i qoftë.